Miq të dashur, tani erdhi momenti për t'u njohur me horoskopin ditor për ditën e nesërme, e shtunë 20 prill 2019. Dashi, ndikimi i Venusit në shenjën tuaj do t'ju dhurojë energji të mëdha. Ata që bëjnë një punë të pavarur do të përballen me mundësi të shumta. Në dashuri mundohuni që të vendosni objektiva konkret, edhe pse kur fiksoheni pas diçkaje e keni të vështirë që të ndryshoni mendim. Për sa i përket fushës së ndjenjave do të jetoni momente pasioni. Demi, gjatë kësaj fundjavë do të bëni të mirë që të rrethoheshit nga personat e duhur, edhe për gjithë ata që kanë përjetuar momente tensioni, nuk do të mungojnë përkëdhelit. Këshillohet që të tregoni kujdes lidhur me virozat e sinës. Erdhëm tek binjakët. Qysh prej kësaj të shtune? Venusi, më dëgjoni me vëmendje binjakët të dashura. Pra, Venusi nuk do të jetë më në kundërshtim me shenjën tuaj. Do të nisni një rrugë më të qetë, me mundësi të shumta, në çdo, edhe në vendin e punës, kudo, edhe nga ana sentimentale do të jeni okay. Do të arrini gjithçka që doni dhe gjithçka që e kishit menduar më në fund. Gaforia, kjo fundjavë do të jetë mjaft interesante për sa i përket sferës emocionale. Raportet në çift do të jenë mjaft të favorshme, duke arritur që të kalojnë çdo krizë. Luani. Për gjithë ata çifte që po planifikojnë një shtatzëni apo zyrtarizimin e një lidhje, ky është momenti i duhur, pasi Venusi i mbështet shumë. Edhe takimet e reja janë mjaft interesante, ndërkohë parashikohen zgjidhje të rëndësishme në lidhje me jetën tuaj. Virgjëresha, parashikohet një fundjavë e mbushur me fuqi të mëdha, me një energji super. Hëna do të sjellë një sër avantazhesh dhe do të keni dëshirë për të ndërtuar diçka shumë të madhe, të rëndësishme. Çiftet të cilat duan ta çojnë një hap përpara lidhjen, mund të ecin, të guxojnë pa frikë fare. Peshorja, është mjaft e rëndësishme që të tregoni kujdes në raporteve me të tjerët, pasi parashikohen pak tensione për ju peshore. Të matur dhe të tregojeni edhe me debatet e kota, pasi mund të dalin jashtë kontrollit. Akrepi, yjet do t'ju ndihmojnë që të rigjeni qetësinë në sajtë ndikimit të favorshëm të ënës në shenjën tuaj. Kjo fundjavë mund t'ju dhurojë disa avantazhe më shumë, por nuk është një fazë pasionante, ndërsa ata që janë vetëm vështirë se do të gjejnë shpirtin e tyre binjak. Shigjetari, do të keni një dëshirë të madhe për të dalë nga rutina që ju shoqëron. Ndoshta është më mirë që të pranoni se keni gabuar dhe të hiqni dorë nga disa projekte profesionale që nuk ju përshtaten. Britsjapi dashur, më dëgjoj me vëmendje, çfarë do të thotë horoskopi për ty. Gjatë kësaj dite do të ndjeni nevojën për ta jetuar një lidhje në çift në mënyrë më të kujdesshme. Do të keni dëshirë që të rrethoheni nga njerëz simpatik dhe pozitiv. Saturni vazhdon të ketë ndikim tranzit në shenjën tuaj, duke bërë që të reflektoni më shumë në gjërat ku keni gabuar në mënyrë që të ecni përpara. Ujori, Venusi në shenjën tuaj do të zhbllokojë gjithë emocionet që ju shoqërojnë. Kjo fundjavë do të jetë mjaft e mirë për të relaksuar. Bëni kujdes me fjalët që do të thoni në mënyrë që të shmangni polemikat e kota, sidomos çështjet familjare. Peshqit, gjatë kësaj fundjavë bëni mirë që të vendosni në vendin e tyre disa gjëra, peshqi dashur. Është koha për t'i dhënë drejtim një raporti në çift, ndoshta jeni të tërhequr nga persona të tjerë, kujdes, ose po ndaheni në mënyrë të dhimbshme. Megjithëse po përjetoni një moment vuajtje në dashuri. Kjo do të bëjë që të jeni pak si të trembur, të distancuar, të përhumbur, të mbyllur në veten tuaj. Ky ishte horoskopi për ditën e nesërme. Ju uroj një ditë super. Ciao jeni yje. Ciao, faleminderit që më ndiqni.